në fshatin Bukpalaj, konkretisht në lagjen Kalaj, ku ka një prezencë të madhe të ujrave të cilët rrjedhin nga projet. Ne jemi duke ardhur në ndihmë, aq sa kemi kapacitetet tona, qofshin mekanike dhe njerëzore, familjeve të cilët kanë mësuar përmbytje për shkak të tyre prurjet e ujra dhe rreshjeve shumë intensive të cilët kanë rënë jo vetëm gjatë ditëve të fundit, por edhe vazhdojnë të binë dhe sipas parashikimeve edhe mund të ketë edhe në ardhmen. Bashkia Malësi e Madhe, me kryekyetarin e bashkisë zotin Toni Marina, është në dispozicion të gjithë familjarëve për të evakuuar nëse është mundshme, për të ardhur në ndihmë për çdo lloj problemi që ato mund kenë në mënyrë që në radhë parë jetë jeta e njerëzve në dispozicion të gjithë strukturat e bashkisë, pastaj për gjithë evakuimet apo edhe objektet e ndryshme të cilët mund t'i kenë sot për sot në rrjedhat e ujit. Në rasti konkret, ne kemi ardhur këtu me repartin e zjarrfisëve, me përgjegjësin e emergjencat civile dhe me administratorin e njësisë administrative për pa konkretisht një nga këto familjet e përmbytura dhe për të ardhur në ndihmë aq kapacitetet qofsh mekanike dhe njerëzore që kemi si Bashkia e Malësisë së Madhe. Jo vetëm në fshatin Bukpalaj, por në gjithë territorin e Bashkisë Malësi e Madhe, gjithë kapacitetet tona mekanike dhe njerëzore janë të shpërndarë në njësitë administrative të Bashkisë Malësi e Madhe për të ardhur në ndihmë gjitha familjeve të cilët kanë pasur probleme me praninë e ujrave. Unë e bëj thirrje gjithë qytetarëve, gjitha familjeve në Malësinë e Madhe, për çdo rast dhe problem që të kenë, të komunikojnë me Bashkinë e Malësisë së Madhe, të komunikojnë me komisariatin e policisë, me repartin e zjarrfisë dhe me spitalet, në mënyrë që të vim në ndihmë për çdo lloj problemi që ata mund të kenë. Për çdo lloj problemit ne jemi në dispozicionin e tyre për të ardhur në ndihmë. Përshëndetje gjithëve. Ja, siç e shihni, po merr disa masa energjente për zhbllokimin e disa tumbinave që kanë bërë problem në qytetin e Koplikut. Po bën ndërhyrje për momentin, që mos ketë më përmbytje kjo zona e hyrjes Koplikut, se ka kanë shumë problematike për sa i përket gjendjes të rrugës. Shpresojmë që mos kenë edhe rreshtë të tjera, domethënë më mbrapa, po gjithsesi janë marrë masat e duhura energjente për me zhbllokuar disa probleme që ka domethënë në rrugën e Koplikut. Të jena në Lazën Balaj, fshati Gradec. Jena me shefin e emergjencave civile, zotin Artan Broja. Po punojmë në zhbllokimin e kolektorëve të cilët janë bllokuar ndër vite. Dhe momentalisht po punohet për zhbllokimin e kolektorit në rrugën e Iranit, e cila si shihet është e bllokuar totalisht. Fal Bashkisë Malësi e Madhe, me ndihmën e emergjencave civile, bëjmë pa mundën që kena krejt në rregull. Ndodhemi në lagjen Balaj të fshatit Gradec. Tu është bërë një ndërhyrje që kena hapur kolektorin kryesor të projit që ka kanë ekzistus. Edhe shpresojmë që nuk do ketë më. Jena nga dëshmërit plot, totalisht bashkia për energjentet e momentit. Ndodhemi në fshatin Dragovoj, ku sipas rreshëve ditë të djeshme, rrjedha e lumit ka prish rrugën që jena këtu mas nesh. Sot është bërë një ndërhyrje për rregullimin e saj, shpresojmë që mos kenë rreshtë të shumta si ditë djeshme që ta prishin përsëri. Ju falenderojmë për mirë kuptimin.